që të bëj zgjedhjen dhe të gjej mënyrën e konsensusit për të zgjedhur kryetarit. E njëjti detyrim është edhe për parti tjera, domethënë nuk hiqen prej detyrimit që të jenë të pranishëm dhe të votojnë për konstituimin e kuvendit në mënyrë që të funksionojë sa më shpejt organi ligjvënës siç është kuvendi. Edhe i herë përsëri disa herë thotë është detyrë gjithë deputetëve të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetaret. Dhe këta duhet ta bëjnë pajtim me kushtetutën dhe e thekson dhe në pajtim me praktikat e deri tashme parlamentare për konstituimin e kuvendit të Republikës, që do të thotë se nga praktikat ka shtu blanko kur zgjedh kryetari dhe nënkryetaret, që të shikohen në konform atyre praktikave të procedohet. Dhe gjithashtu në fond thotë që e bën këtë interpretimin traditor, do me thonë për momentin në këtë rast pasi të publikohet në gazetë zyrtare 30 ditë dhe në raste të tjera tani është detyrim për të gjithë deputetët 30 ditë pas certifikimit të rezultateve të bëjnë zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetare. Okej, tani problemi është këtu, se po përpiqem ta marr ta gjej atë pjesë natyrisht se kemi tentuar që shpejt ta lexojmë edhe po nuk mund ndryshohet diçka donë po po përpiqem se jam bisedë me ty dhe s'po mund ta lexoj në njëjtën kohë dhe ta zgjidhoj. Nuk e kam vërejt ata, nuk e kam vërejt se zakonisht i vërej shpejt. Po e marrim me rezervë edhe këtë pjesë, Hodaj natyrisht për të qenë sakt para publikut, po nëse një nga pikat kryesore është 30 ditë afati ose afatizimi 30 ditë për konstituimin e kuvendit. Këtu nuk sanksionohet çka nëse nuk e bën 30 ditë. Shumë e vend. Domethënë kjo aktgjykim nuk e qartëson çka nëse nuk zgjedhet kryetari në kryetarit brenda 30 ditë. Pra që i bija i 30 ditë që mund të jetë edhe 300 ditë. Jo, nuk është ashtu. Tani besoj që në vendimin e sqaruar të plot që do ta jep gjykata do të jep edhe sqarime çka nëse nuk do. Ose ish dashur të jetë sepse mund të prap të vazhdohet me avazin e tjetër. Po besoj që deputetët të gjithë partive do t'i thirrin mendjes dhe të marrin këtë lexim të aktgjykimit si detyrim i tyre me kriju institucione. Okej, pra që i bie kjo në këto 3-4 pikat që jemi duke i vendosur, edhe pse po më shkruajnë shumë shikues në këto momente, ma shumë po japin interpretim për çështje të shembull përgjigjja kryesore nga aktgjykimi KO 124/25, nuk e di nëse po i referohen aktgjykimit të njëjtë, thotë gjykata kushtetuese nuk e ndalon votimin e fshehtë, përkundrazi e kritikon refuzimin e krijimit të komisionit për votim të fshehtë, që është një hap procedural për ta mundësuar votimin e tillë gjatë seancës konstituive të kuvendit. Unë në njëtimin që ka bërë publik nuk e kam. Në çështjen e kalimit në votim të fshehtë, gjykata kushtetuese ka thënë se deputetët e zgjedhur duhet të jenë të pranishëm në seancën konstituive dhe të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë duke votuar për, kundër apo të abstenojnë. Jo, këtë pjesë nuk e kam unë këto përpara, nuk e kam përpara. Jo, po e shoh atë Kështu po thotë. Tani ka dalë i plotë, ajo na kemi vesh njoftimin, tani ka dalë i plotë. Që i bie në çështjen e kalimit në votim të fshehtë, gjykata kushtetuese po thotë, ka thënë se deputetët e zgjedhur duhet të jenë të pranishëm në seancën konstituive dhe të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë, duke votuar për, kundër apo të abstenojnë. Shumë mirë që e ka sqaruar këtë situatë. Do të duhet me lexue dhe me këshir interpretimin, po mirë ka bërë që e ka sqaruar, besoj që në gjykimin e plot sqarohet edhe kjo çështja, çka nëse nuk zgjidhet brenda 30 ditë kryetari dhe nënkryetari. Okej, se keni drejt për ndryshe edhe ju të kyçeni, nëse keni pyetje vetëm dërgoni, ma jepni një sinjal, një dorë se kemi juristin e diplomuar këtë në transmetim. Hodaj, tani 30 ditë pas i bie çka? Nuk sanksionohet, a mos mund të nënkuptoj zgjedhje? Po tani duhet ta pretim vendimin e plotë, do me thonë se nuk mund tani të supozojmë, për momentin që të njoftim që e kam unë përpara që është disa faqe, nuk e sqaron këtë çështje, po në mënyrë indirekte thotë që brenda 30 ditë, që i bën analoge me edhe zgjedhjen e qeverisë, nëse nuk zgjedhet, duhet me shku zgjedhje. Po këtë besoj që në vendimin e plotë sqaron gjykata. Që i bie më shumë ti kështu logjikshëm kështu do duhet shkonte. Po, me logjika, nëse nuk e rregullon ndryshe, domethënë interpretimi është i tillë.
interpretimi që i bie pas 30 ditëve nëse nuk gjen kryetar kuvendit, Po shpresojmë që të zgjidhen institucionet, domethënë zgjedhjat jetë e fundit, mos të kemi zgjedhjet të parë. Okej, Hodaj, shumica obligohet të bashkëpunoj. Çfarë obligimi është bashkëpunimi për gjetjen e a është sankcionim? Kjo që ta gjithçysh ta bëj? Apo vetëm e ofron dhe e kërkon një lloj vullneti ta ketë për të bashkëpunuar? Jo, nuk është vullnet, të thot për të dy partë, ashtë jemi korrekt në pikën 4 dhe 5, të detyrim për grupin më të madh parlamentar të bashkëpunojnë në mirëbesim dhe konsultim konstruktiv me grupe tjera, por gjithashtu thot një detyrim i tillë vlen edhe për grupe tjera parlamentare.